një vetën të pafajshëm. Si ka mundësi që një person i cili është në paraburgim të rrept të organizoj një grup të strukturuar kriminal sipas prokurorisë? Ai vetë më ka kontaktuar disa herë pas vitit 2020 për të bënë biznes. Po, ma si pas ka parë bëllë në dhonë, ma të shpore se kësha që ati që pisha marrë vetë krejt. Gjykimi i ka mbërritur në fond. Andaj edhe u paraqetën të përgatitur për ta përfunduar gjykimin disa vjeçar për friksim të dëshmitarëve në rastin Drenica 1, për 8 akuzuarit: Sami Lushtaku, Rustem Rukolli, Recep Gjota, Fatmir Mjaku, Ismet Haxhaj, Skender Tahiri, Sheremet Jashari dhe Bajram Dibrani. Prokuroria kërkoi dënimin e tyre. Këta dëshmitarë u kontaktuar me këta të akuzuar, duke i premtuar shuma të ndryshme të parave, banesë në fushë Kosovë, si dhe shërimin e bashkëshortës së tij me qenë se ajo vunte nga një smundje dhe kishte nevojë për kontrollim shëndetësor jashtë vendit. Këta kontaktuan me këtë dëshmitar, e morën përsipër që t'ja shërojnë bashkëshortën, e morën përsipër ja sigurun një banesë në fushë Kosovë dhe cilën ja dhanë, si dhe i premtuan trup roje, pagë mujore në vlerë për 500 euro. Krejt ndryshe pretendojnë të akuzuarit. Sami Lushtaku, si akuzuari kryesor, thot se dëshmitarët në bazë të së cilëve është ngritur kjo akt akuz, nuk kanë qenë dëshmitar që lidheshin me të në rastin Drenica 1. As dëshmitari therë. Akuzuar diçka që unë nuk kam pasur lidhje. As dëshmitari që nuk kanë qenë dëshmitar drejt për drejt ndaj mirë. Po besoj që zonja prokuror e bërë shumë një të qesit. Një pjesë tyne të akuzumë që përgunona një kërku falje o nuk se kam bjërë asnjëherë. Është e rëndësishme që unë një vetën të pafajshëm dhe një vetën që 13 vjetë i penalizuar dhe i pendjekur nga gjykatërisë. Akuzat ndaj Lushtakut edhe mbrojtja i quajti të pabazuara. Si ka mundësi që një person i cili është në paraburgim të rrept të organizoj një grup të strukturuar kriminal sipas prokurorisë? Pra, ne e dim se masa e paraburgimit është caktuar për të penguar potencialisht të pandehurit që të ndikojnë në dëshmitar. Atëherë, vazhdimisht është caktuar dhe është vazhdu për çet arsye. E tash po pretendohet se nga paraburgimi pas ka ndikuar në dëshmitar. I akuzuari tjetër, Rustem Rukolli, potencoi se në fakt dëshmitari e kishte kontaktuar vetë atë disa vite më vonë për çështje biznesore. Ai vetë më ka kontaktuar disa herë pas vitit 2020 për të bënë biznes. Pas vitit 2020 për të bënë biznes. Në fillim, ai më hojtë gjatë shqyrtimit të kryesor, po kur e ballafaqua me SMS të tij, atëherë nuk ka më. Prandaj, Rustem Rukollin duhet të marrim përgjigje 4 pyetje. A e ka kërcënuar Nazmin Malokun? Jo. A i ka dhënë ose ofruar pare që të ndryshoj dëshminë? Jo. A i ka kërkuar të dëshmoj rreshëm? Jo. A është marrë vesh me persona tjerë për t'i kryer këto veprime? Jo. Nga të akuzuarit fjalën e mori dhe Sheremet Jashari. Po nuk ka kush për fakti që kam nejtë në herë unë me kërë përshë. Ose që më ka shtyt të kush i grupi Drenisës me i hon pare nga më sërë. Po do të më thëj këti kush i grupi Drenisës që ka sëmurë. Më sëmurë. Ose që më ka shtyt dikush. Ose që më ka shtyt dikush për i grupi Drenica me i hon pare. Gërë me sferë. Po, ma si pas ka parë bëllë në dhonë, ma të shpore se kësha që ati që pisha marrë vetë krejt. Po ma shumë komandantën se Sami edhe sa i gërë ma dhonë. Mbrojtja e të akuzuarve të tjerë po ashtu kritikuan procesin e sërzgjatur dhe përmbajtjen e akt akuzës e cila sipas tyre është e pabazuar.
Akt akuza e prokurorisë të pandehurit i ngarkon me veprat penale, pengem të dëshmisë apo procedurës zyrtare dhe friksim gjatë procedurës zyrtare, të cilat pretendohet se janë kryer nga qershori 2013-s deri në shtator të 2015-s, duke i detyruar 2 dëshmitar që të ndryshojnë dëshmitë e tyre në rastin Drenica 1. Shpallja e vendimit të gjykatës do të bëhet javën e ardhshme.